Mbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi së bashku në emisionin Pusho Shqiptarçe. Ne vijojmë sërish me dimrin i cili në mënyrë absolute nuk na pengon në udhëtimet tona dhe bile në disa zona i paraqitet edhe më interesant. Në fakt, ne kemi ndërmarrë një udhëtim drejt zonës malore e ku tjetër në Puk. Menduam se do të gjenim borën atje, po bora ishte në sasi shumë të vogla që edhe ata kishin vrapuar dhe e kishin pastruar atë qytet dhe e kishin bërë dritë. Megjithatë, ne dëshirojmë që edhe kur të ketë borë më shumë, të shkojmë në Puk, sepse ajo mbetet e bukur, ndoshta edhe rrjetet sociale siç e kemi cekur herë mbas here, na e paraqesin ato të magjishme, por edhe për vetë banorët e Pukës, klima në Puk ka ndryshuar disi, nuk kemi më atë Pukën e ftohtë ose duhet të presim në një dimër që bën ndryshimin edhe sjell borë të vazhdueshme. Bora që bie në Puk nuk është ajo që shtronte dikur 1,5 metra, përkundrazi bie pak borë. Aktualisht ne do donim shumë më shumë sepse atje ka dhe pistë skive, atje ka dhe teleferik dhe patjetër që ato duhen shijuar. Por le të shpresojmë se do kemi borë, disa do thonë sikur zbehet kjo dëshirë, edhe fakti që mund të ndodhë që të kemi borë në Puk, duke qenë se na paraprin muajt e pranverës, por ne kemi parë dhe çudirat natyrës që në prill apo në fillim të majit ka rënë borë, pse mos bjerë edhe të kemi shpresa që do të bjerë borë në Puk. Gjithsesi, udhëtimi që kemi bërë drejt saj është shumë i bukur, shumë i magjishëm, ka gjëra të tjera interesante, për shembull, nuk e kishim imagjinuar që do të takonim dhe këtë personazh, apo do të mësonim edhe për këtë gjë që nuk i kishim bërë një ndalesë më përpara. Pra, nëse je detajist, nëse kërkon të eksplorosh, mjafton të çosh vështrimin, të jesh kurreshtar dhe të thuash, prit, ndaluni këtu, ja vlen ai vendi që të shikohet. Kjo vlen jo vetëm për Pukën, po për çdo zonë tjetër turistike në Shqipëri. Le të ndikim të reportazh që kemi përgatitur në Puk dhe më pas do rikthehemi për të prezantuar guidat e radhës që ne i japim si sugjerime në emisionin Pusho Shqiptarçe. Fundjavat gjithnjë dhe më tepër bëhen objektivi i udhëtimeve një ditore, të cilat fare mirë na çojnë në distanca jo të largëta me qytetin e Shkodrës, as pak të lodhshme dhe argëtuese. Zakonisht destinacione shoqërohen me një sër ndalesash, të cilat shmangin lodhjen dhe krijojnë larmi në vendet që mund të vizitohen. Dhe shkodranët duhet patjetër të ndihen fatlum për atë që i ka falur natyra, por dhe krijuar dora njeriut. Nëse të vjen një mysafir në Shkodër, në distanca të afërta, ti ke një mori vendesh se ku mund ta shëtisësh atë. Miq do të duan të vinë sërish sepse dëshirojnë të vizitojnë të gjitha vendet që u ofrohen. E kemi thënë disa herë në udhëtimet tona një ditore se gjithnjë dhe më tepër është shtuar dëshira e brezave mbi 40 vjeç të udhëtojnë duke e përfshirë këtu edhe gratë në pension. Pas një jete të lodhshme e plot për kushtim, kur dhe fëmijët kanë marrë rrugën e tyre në jetë, kjo grup mosh kanë mbajtur miqësitë e vjetra, i kanë gjallëruar ato dhe organizojnë së bashku. Udhëtimet me agjenci turistike u lehtësojnë lëvizjet, ndihen të sigurta dhe për më tepër me kosto të arsyeshme duke pasur parasysh të ardhurat. E rëndësishme është që fundjavat vlerësohet më shumë jeta, e kjo u theksua më shumë gjatë periudhës së Covidit, ku e tashmja u amori vlerën të kaluarës dhe së ardhmes që ja kishin marrë padrejtësisht. Destinacioni ynë do të jetë qyteti malor i Pukës, një distancë që do të përshkohet rreth 2 orë me një automjet, në një segment rrugor të mbajtur mjaft mirë. Fillimisht përshkojmë qytetin e Laçvaudejës ose qendrën e bashkisë me të njëjtin emër dhe vijohet drejt Pukës. Bukuria e Pukës të tërheqë në rrugën që do të çon drejt saj. Për shembull, kujtojmë se gjatë verës, ndërsa Shqipëria piqet nga temperaturat e larta, Puka mbetet një ndër oazet më të freskëta për ta vizituar dhe mos u ndar prej saj. Ajo vlerësohet për klimën më së shumti, por vlerat janë akoma më shumë se kaq. Dhe ja tani në dimër u angazhuan për temperatura më të ulta se sa ato që lam në Shkodër.
potenzio e tu me lije, da na pescido me i farsie, barbe bukur je, nuk ka me qajre moj pa të mare, barbe bukur je, nuk ka qajre moj pa të mare. Të gjitha ndalesat deri tani I kishin bërë vetëm në pjesën e liçenit që ndodhet pranë qytetit, por ky imazhi këtu na tundon dhe patjetër zgjedhim ta shijojmë nga afër pamjen e jo nga xhami I automjetit. Një park shumë I bukur që ka zhvillu së fundmi edhe turizmi në Puk dhe aty do të kena mundësinë për mëndaj deri në orën 12. Besoj është mjaftueshëm, parku është shumë I bukur, mundena dhe me ecë, mundena me bë dhe një shëtitje, pse jo me pjellë diçka nxehtë. Temperaturat jo të ulta dhe dielli që shkëlqente na sinjalizuan se vështirë të gjenim borë në Puk kësaj radhe. Me të mbërritur, mësojmë se bora kishte rënë para 4 ditëve në Puk dhe ajo 10 cm trashësi ishte pastruar shpejt e shpejt. Në pamje të parë qyteti Pukës paraqitet I heshtur, gati I përgjumur në këtë stinë. Edhe pse është ditë e shtunë që kemi zgjedhur të ardhur këtu, me sa kuptohet, gjallëria përjetohet gjatë stinëve të tjera të vitit e shumë pak në dimër. Gati e përgjumur Puka, kështu është gjatë gjithë dimrit këtu, sikur a flen njerëzit deri vonë as ka njerëz. Ka njerëz, po ti marrësh njerëzit. Kanë ikë gjithë. S'kan që bëjnë në Puk. Kur kanë ikur më shumë, në cilat vite kanë ikur më shumë? Po të thush që ka 20 vjet të mbi 20 vjet që është dikin. Tani në dimër sa banor mund të ketë Puka? Po si pa, nuk kam nëjtë dhëmë saks. Po si rreth 1000 sa veta. Po, ti tani po vjen këte nga parku, qa bërë andek? Që ke ato shishe? Vajtëm me një grup, bam një pasare dhe po këthejmë në shtëpi. Ka pazar këte? Këte ka pazar? Ja, në poshtë, po bëmë dhe gjiro rreth. Një gjiro rreth liçenit, ë? Po. Po, ne erdhëm në Puk me idenë se do gjenim borë, kishit borë ju në dhjetor, në janar, iku. Pa, iku. Aq, 2-3 ditë dhe iku. Nuk është bora si dikur që në Puk shtron 1 metër. Nuk para sa vite që biti mbi 1 metër, 1 metër gjysmë. Tani s'ka I shumë borë në Puk. Edhe pastron. 10 centim. Po. Për çdo vizitor që mbërrin në Puk, liçeni është I pari që do të vizitohet. Që se largu e kupton se pamja e tij patjetër që është e veçantë dhe me tonalitetet e pishave mbetet I pandryshueshëm në çdo stinë të vitit. Liçeni artificial I Pukës, I kthyer tashmë në një destinacion turistik, ofron për të gjithë vizitorët një peizazh të harmonishëm alpin. Ndërsa deri dje ky peizazh ngjante me një grop septike, sot fal rehabilitimit të kryer është shndërruar plotësisht dhe ofron një pamje mbreslënse. Shumë shpejt, liçeni dhe parku I pishave janë kthyer në një risi turistike rangu të parë që po përshfaqet në këtë zonë të qytetit verior e që padyshim do tërheqë një numër akoma më të madh vizitorësh për të shijuar klimën unike që kjo krahinë rezervon. Sa kohë ke që keni shoqërinë bashkë? Po me këtë ka rreth 20 vjet, kurse me këtë qysh treja, 18 vjeçë ndoshta. 18 vjeçë që në fëmijëritë e hershëm? Po se sa bukur. Në adoleshencës, kena qenë shkollë bashkë, na ka lidhur puna. Po, me profesionin jetë? Në pension në spital. Ndërsa Zoja ka punuar në llogari. Llogaritare ku? Drejtorinë arsimore. Në drejtorinë arsimore, ti ke punuar në spital, pozicioni? Edhe Zoja. Ju pozicioni? Unë sanitare, ndërsa Zoja infermiere. Sanitare në sallë të operacionit kam punuar.
Okej, dhe tani keni gjithë kohë në dispozicion, Po, fëmijët kena kanë kohë, shkuar në sa punën e të tyre, kanë krijuar jetën e tyre. Me kalu një ditë ndryshe. Ja vlen këto Ja udhime vlen një ditë? patjetër që ja vlen. Me ndro ambient. Me ndro kena nevojë tash në pension, kena nevojë. Okej. Në Puk keni qenë dhe herë tjetër? Ja, hera po. A kjo është hera parë? Për të trija është hera parë? Ja, unë kam kënë para shumë viteve. Para shumë vitesh, po rikthehesh. Edhe pa shohim ndryshimin, prandaj dosha më ardh me e pa. Okej. Dhe zgjodhët dimrin, jo verën? Ja, doshim boren me gjetë, pas me Nuk gjetë. po gjen borën në fakt, po. Si ja bëjmë për borën, si duket ai zotëria tha nuk bie më shumë se 20 cm në Puk dhe e heqin pastaj. Ja, më për 20 cm, e këm bora kora këtu, s'fa zin kush me diftu për atë Dikur, po tani 20 cm. Pa tash dihet e punë se ka ndryshu. Pa, ka ndryshu stin. Qyteti Pukës prej muajit maj 2017 përjetoi një ndërhyrje të rëndësishme për rikualifikimin e qendrës së qytetit dhe liçenit të vogël. Dhe ja rezultati, ke kënaqësi të vish këtu. O nëna si je? Mirë, si kalon? Jeton në Puk? Po. Në Puk, ë? Po. Sa vite u bë në Puk? Që kur u martove kam përshtypjen, ë? Puk e bon 50 vjet. 50 vjet në Puk? Po, 53 vili. Po si kanë qenë këto 50 vite në Puk? Me lodhje, me ulje, me ngritje, po versha vesh mirë. Momentet më të vështira për ty, cilat kanë qenë në Puk? Ftofti, I ftofti, ë? ftofti. Se kam pas punë natën. Tërë në 10 të 11 si isha në konvikt, a javë nga ka punë është. Ngusht i ftofti në Puk, ë? Po. Se dikur dimri në Puk si ishte? Qysh ishte. Dimni shumë jashpër, Jashpër, ë? shumë jashpër. Se Do unë të thënë kur binte bor këtu, bora halal po akulli si ishte i zi si kurbi. ashtu, ë? Ai ishte i zorshën, po. Atë s'kishit as ngrohje, Ngroja atje të puna, jo me ngroja kish në atje ka, po se kish në dronë. kishit dru. Po, Si nuk dili do t'jashtë, ti Ja, punoj nuk deri dilet vonë, jashtë, hajde të nuk shkoje ishte në puna, shtëpi. nuk ishte puna në stajsus, nuk ishte puna me kryen lavamane gjithçka. Gjithçka. Në të ftoftë ashtu, Po, ë? edhe Duar në kushtet ujë, nuk ishin dhe atëherë. kushtet nuk ishin. Ja, bish me ujë shtjellë çat. Qa ndodhi që u zbut dimri në Ata Puk? dinaj, si jam ini. U zbut dimri, po ikën njerëzit më duket. Ma na kërët, ja, ti peshe vetë se ti s'keke këtu hit, po Ja. janë i kërët, me thanë drejtën edhe Ja ne. ti me kë jeton tani? Me burrin, Me burrin. Fëmijë ke? po inshallah kam 4. Me jetë. Ku janë ata? Janë në Tiranë. Të gjithë. Po, një kam Greqi e 3 në Tiranë. Po, kanë thënë këta Tiranës hajde ose i Po Greqisë hajde? inshallah, ta në kanë thonë, po na mësun këtë stroflin tonë. Aha, tani që është bërë më ngrohtë, po rrim këtu. Po rrim, nuk unë rrim se ne kalon të kodit e shtena ka të vjesha 75 që shto ma, po hajtë ma sa të shtim na. Mra pa atje të shuim se na, së në rrim me dek. Aty e di zuti kur na len, a i shoku. Me jetë, mos e mendo fare atë gjë. Ja, me zëm të meno me jetë të mira, po ashe të lom. Faleminderit, faleminderit shumë. Faleminderit dhe pritje. Puka është një qytet me një histori mbi 2000 vjeçare, me zakone e traditë të veçanta. E transformuar nga themelet, Puka është ndëruar në një destinacion të ri turistik, dhe jo vetëm për qytetin. Shpellat e famshme, jollarkëthi, majat e maleve dhe shtigjet, hanë dhe ushqimi mirë, uji dhe ajri i pastër janë arsye që të drejtojnë me kënaqësi drejt verilindjes. Për shamin, e mbani akoma? Po, E mbani akoma, do të thënë është traditë kjo. traditë e jona, Nga jeti? nga Trepuja, Nga Tropoja? po rrim Puk. Do të thënë ti e ke mbajt edhe vajzë? Edhe vajzë, edhe grua dhe plak. Po, tani të tha familja e burrit ta mbaj apo? Ja, kam Ja. pas vetë E traditë. ke pas vetë traditë. Tani fëmia thot hiqa o ma, Shef kanë atë me i, kone jo. ti sëri do të pa të, ë? Ja. Po në aeroport ku shkon? Atë ka qëllu me i herë me dalja shtetit? Po, jo kam majtë. Shami? Po. Po edhe fund edhe pantallona? Jo, në fakt këtë veçan këtu. Vetëm se afto? Po, se Po rri vetëm me pantallona, Po, pse mban fundin? Pse mban fundin? E moj, vetë për qef. Ha, për qef? Po, aftu është. Ashtu? Po. Liçeni shfrytëzohet jo vetëm nga qytetarët, por dhe vizitorët. Kurora e pishave që rrethon jep një freski të jashtëzakonshme ambientit dhe e bën mjaft të frekuentuar. Kur vjen këtu e kupton se përse mjaft pukjan edhe po u larguan sërish kthehen, pasi klima është e pakrahasueshme. Ekziston një kulturë fantastike te qytetarët, gjë që ju imponohet edhe vizitorëve për ta mirëmbajtur këtë vend. Nuk sheh asnjë mbeturinë apo dëmtim.
Nga ana tjetër, edhe punojësit e pastrim mirëmbajtjes bëjnë një punë të lavdërueshme këtu. Tani kamera është ndezur dhe mua po pëlqen ky çifti shumë simpatik. Këna varë për qefit, na për qefit me kalu i ditë ndryshë në puk, në të më knaqë, kaq. Po sa bukur një herë dhe bashkëshortja juaj, u thoni gjithmonë bashk? Po me kemi ulltu, më shmulltu me grunë. E the kështu sikur... Si humor e kam, po e kam humor. Se tash mos ndoshta, okej, tash ministri brendshëm është gruaja dhe jo. Prit e zot, prit e zot. Shiko, Para kena 30 vjet bashkë si na do kurrë. Okej, kam përshtypjen që martesa dhe harmonia në familje është mbajtur përmes humorit tënd. Ke shumë humor, se vur edhe në furgon. Ne gja, prej qeshës ka pas kush keqe vesh me vjalë. Humori është i dashur më i mirë. Kur gjë nuk shkon në vaj, veç e ke pra gjysh, normal që çdo çka ka një përpjetë një të poshtë. E kuptoj. Kam përshtypjen që një marr me dashuri sepse më duket 1 centimetër më gjatë gruaja, ja. Ai nuk e centimetër, 10 centim po. Kam vesh puc, kam vesh. Pucë me taka. Ja, me shkusi. Me shkusi një marr dhe me këtë diferencë. Okej, por që harmonia ka qenë apo jo? Ta pohoj gruaja mos e folë vetë ti në emër saj. Faleminderit. Si ka qenë kjo martesë? Martesa shumë mirë ka qenë. Okej, fëmijë keni? Kena 2 vajza, 1 djalë. Aktualisht ku janë ata? Në Shkodër, duke qëndruar apo? Ja, i kena jashtë të 3. Për ju pas ka nisi jeta edhe një herë. Gjelbërimi është i përhershëm dhe i bukur. Në dimër ka patur raste që liçeni është ngrirë në sipërfaqe. Shka ka të nduar fëmijët të shijojnë rrëshqitjen mbi sipërfaqen e tij. Por kjo konsiderohet një praktikë e gabuar dhe e rrezikshme dhe është ndërhyrë në kohë. Në puk do gjesh borë në dimër, por jo si dikur. Gjithsesi, ka mjaftueshëm për të shfrytzuar skit këtu, pasi në këtë drejtim puka është shumë përpara krahasuar me qytetet e tjera të Shqipërisë aty ku bie borë. Tek liçeni artificial janë përdorur shumë elemente natyrore që japin vlera turizmit malor dhe transformimit urbanistik të qytetit në një qytet të mirëfillt alpin me standarde europiane. Jo, unë jetoj këtu në puk. Jeton puk? Kam jetu pukjane, jam origin. Deri kur? Deri në çfarë moshe? Deri në 10 vjeçe. 10 vjeçe dhe pastaj çfarë ndodhi në qerdhën në Shkodër? Baba oficer. Baba teknik pyes këtu në puk edhe kena lëviz po. Që nga mosha 10 vjeçare, vjen shpesh në puk? Vi shpesh, se kam edhe dajat në kryzi, fusharë. Ke nostalgji për këtë vend, të tërheq, fëmijëria e hershme? Shumë tërheq. Ndërkohë që jemi një shoqë tani këtu, kjo shoqja është shkodrane, apo jo? Ne ja dhon për i puket. Çfarë thua? Po fati jote si rrodhi qerdhën në Shkodër? Po, u martova në Fusharës, për i Fusharësit nga në Shkodër. Kështu që ti je larguar pak më e madhe prej këtej, por shoqërinë e keni mbajtur apo rastisht jeni njohur në Shkodër? Ja, njohur në Shkodër. Puna na ka jo. Puna. Kur dëgjoni që është pukjane afroni çik më shumë, ë? Shumë. Patriotizmi, ë, për vendin tonë. Unë jam nga Shkodra, kam njohur burrin tim këtu në puk, kjo është kunata. Është kunata jote? Është kunata. Burrin e ke pukjan? Po, pukjan. Me dashuri është kjo martesë? Po, me dashuri. Po. Dhe jam me kunatën këtu, ajo sa mori vesh garë direkt. La çdo angazhim dhe e ruajmë atë mikpritjen. Dhe do shfrytëzonim rasti dhe për të takuar me se është një lloj distance s'kemi si ja bëjmë. Po, shqiptarë jemi dhe patjetër që do ta respektojmë njëri tjetrin dhe do ta harrojmë asnjëherë. Okej, ti të shoh moshë e re, shqyqy që pam një moshë të re se po shikojmë këto moshët e mëdha një çik. Ti në puk e ke zgjodhe apo fati që të qëndroje se disa me origjinë jam nga Puka, nga një fshat i Pukës, Qereti i Pukës. Bukur, po kur të banoj banon? Burin e kam këtu brenda në Puk. Okej, jetohet në Puk? Po. Edhe në dimër? Jetohet shumë bukur. Puka ka peizazh shumë të bukur, ajrin e pastër. Tani vitet e fundit po përnevohet shumë bukur Puka dhe po zhvillohet çdo ditë më shumë, por arsyeja është se emigracioni e ka privu Pukën nga punësimi, sepse po njerëzit po nga dita ditës po largohen nga qyteti për arsye të punësimit. Por në vera ma kur kemi ardhur këtu, o zot jemi befasuar, sepse është një mrekulli. Vinë emigrantët, qyteti merr gjallëri.
Po, patjetër, ka shumë në pranverë dhe deri në tetor ka shumë qendëri. Okej, sa ditë mund qëndrosh ti në Puk, afërsisht, po erdhe? Sot kam marrë me liden, me kolektivin. Sot po, ditët e tjera, qëndrimi më i gjatë në Puk i joti? Po, vit, me thënë, me raste... Një natë? Po, një natë, normal, gjatë verës, vim, me fëmijë. Jeton do të në Puk? Po, tash në fakt... Po, atë punë jetohet shumë mirë. Okej, pastaj po tha burri, do vishti, apo jo? Normal. Bonjour à tous, je m'appelle Ramsani Faidia. Mirë dita, quhem Ramsi, vi nga Marishi, Francës dhe jetoj në Angli. Kam ardhur në Shqipëri së bashku me kolegët e mi dhe po kaloj bukur. Kemi zgjedhur Lida Travel dhe sot dëshiroj të vizitojmë Pukën. Deri më tani kemi parë Shkodrën dhe Liçenin dhe tani në Puk, e cila po më duket shumë e këndshme. Ky është turi që kemi bërë deri më tani dhe po më duken pushimet shumë të mira. Si të duk udhëtimi me furgon së bashku me pasagjerët shqiptar, të cilët tregojnë dukshëm alegrinë dhe këndojnë përgjatë gjithë udhëtimit? C'est très magnifique. Tous les gens sont vraiment Dua të them që është e mrekullueshme. Të gjithë duken mjaft miqësor dhe të afërt. Sa më krijojnë idenë se Shqipëria është vend shumë i dashur. Albanian people is so Po si ka mundësi more në Puk, nuk pash një pukjane të shëndosh ose një pukjan të shëndosh? Si ka mundësi që jeni kaq elegant? Çfarë bëni ju që jeni kaq elegant? Ushqimet ma bia, ecim. Pra, kultura në Puk, edhe pse shkon te dyqani të blesh diçka, i bie gjatë nga parku që të bësh një ecje. Po, normal. Dhe këto janë të gjitha sekretet që ju jeni elegant, apo jo? Po, faleminderit. Ka edhe shnosht apo? S'kam parë apo të shëndosh atë në shtëpi. S'kam parë asnjë me dal. Për të me dal me ec. Teksa i sillesh liçenit artificial rrotull, do gjesh një mori formash të dizenjuara për arktimin e çdo moshe. Nëse si për ti funksionon Zipline, i cili është i pari në Shqipëri me gjatësinë më të madhe në Ballkan dhe më i shpejti momentalisht, poshtë rreth liçenit ndodhet edhe një park aventure me rreth 25 lojra për të gjitha grup moshat, si dhe lojrat e tjera atraktive. Dhe teksa shijojmë shëtitjen në hijen e kurorës së gjelbërt, natyrshëm, lind në mendjen tonë edhe krahasimi i këtij liçeni të vogël në Dukje me infrastrukturën e liçenit të Shkodrës, i cili është shumë larg këtij sistemimi që gjejmë këtu. Se shkolle? Po. Qa viti je? Klas 7. Në klas 7? Po, sa të gjatë. Përgjithsisht po janë të gjatë. Mamin, babin e ke gjatë. Po. Ti je në klas 7. Gjimnazin ku do e bësh? Puk. Vajzë në klasë 7, si e mendon të ardhmen? Ku do jetë? Në Puk? Apo Jashtet. më lart? Ja, jashtet, da? As në Tiranë jo. Se ata të tjerë thonë Tiranë, po. Ti mendon jashtetit, a? Po pse? Pse? Jetes ma mirë. Po këtu si jetohet? Mirë, është edhe këtu, po jashteta kushte më të mira. Okej, se sa këto që janë këtu, a? Po. Okej, ftofti në Puk zdurohet. Tjetër çfarë nuk durohet në Puk? Në Puk është vend i mirë. Vend i mirë, ë? Po vetëm për pushime, jo për të jetuar, ë? Për ne që vim shumë agjenci, mirë ja bëjmë. Puka ka një migrim dhe emigrim që vitet e fundit po i vuan pasojat jashtëmase. Unë që bëj kam punu shofert, është pension. Pension e pa pension. Po pse thua pa pension? A ke pension? Se o ke o s'ke? Kam 100.000 lek. Qa bën me 100.000 lek? I lojë shka e marrë sa të kem. Ma të 100.000 lek i marrë i laqe. Kur të marrë i lojë vate. Po tani për të ngrën ku i merë?
Çka më bë? Si e zgjidhni juve këtu në Puk? Se me atë pension si e zgjidhni? Unë ndihmoj fëmijët dhe çfarë ndodh? Po nuk jam në Puk, unë jam në Lezhë. A je në Lezhë? Jam në Lezhë. Po, dhe? Po në Puk detyrohem me dal, kur e kam i lekt. Detyrohem me dal me pa dikon se kam të ofër ditë keq se kam. Po sa rast e ke që do vish ti, oho, ti të duhet një rrogë më vete për rastet, e? Kom maj rroga, po në veç inshallah, kush e di, Zotin në ndorë. Sa ko ke në Lezhë? 14 vjetë. Dhe prap, vjen për raste, po njerëzit tu të kanë harruar, i ke harruar apo jo? Kush, asnjëherë njerëzit e mi dola me pa te spitali. Qyshe, edhe pse ke 40 vite në Lezhë, lidhet i ke mbajt forta me vendin tënd, Nuk diskutohet, pe kam kajt afër dik ndaj. Historia e qytetit të Pukës fillon si një vendbanim i lashtë i lirë. Puka u themeluar përgjatë rrugës së rëndësishme tregtare nga Shkodra pranë Adriatikut, përtej maleve deri në Prizren e në vazhdim deri në Danub. Preardhja e emrit mendohet të vijë nga fjala romake për këtë rrugë, Via Publica. Në epokën osmane, përgjatë rrugës u ndërtuan fortesat dhe poste doganore për ta kontrolluar atë. Sot është një qytet i vogël me blloqe apartamentesh, vilash dhe fermash, i vendosur në një lartësi rreth 838 metra mbi nivelin e detit. Ne do zgjedhim kësaj radhe një nga bujtinat e qytetit të Pukës. Ata që e frekuentojnë vit pas viti Pukën tashmë i njohin bujtinat, krijojnë preferencat e tyre dhe kthehen në besnik. Këto të fundit ka një klientel mjaft të zgjedhur, jo për nga sa u amban xhepi, por nga njerëz që dinë të vlerësojnë ato që ofrojnë subjektet këtu. Mirë se keni ardhur në Pukë, këtu ndodhemi tek Oda e Kabashit. Kabashi ka qenë një ndër fshatrat më të lashta të Trevës së Veriut, siç quhet krahina e Dugazhinit. Është kënaqësi që sot një grup nga Shkodra janë pjesë e Odës Kabashit për të kaluar disa çaste në këtë fundjavë të ditëve të para të janarit. Mirë se keni ardhur në Pukë. Faleminderit, unë do të ndalem pak te ansambli Puka në datën 9 qershor. Ne kemi qenë te Dita e Kulturës dhe e Turizmit në Pukë. Shohim një ansambël të konsoliduar, nuk e di, e kaluar me të sotmen, janë në të njëjtin nivel apo bëhet fjalë për ndryshime që kanë ndodhur që i sjell dhe vetë kohë. Fatkeqësisht vetë lëvizjet e lira të njerëzve kanë emigruar shumë artista, nuk janë sot pjesë në qytetin e Pukës. Fatkeqësisht edhe unë ka prej 4 vite që nuk jam pjesë e ansamblit pasi kam pas një fatkeqësi familjare në një aksident automobilistik që kam qenë bashkë me djalin. Unë u dëmtova pak nërsa djali në rëjet. Por gjithsesi unë ansambli Pukën e kam në zemër, kemi shumë talentat të ri që po rriten. Është shefi i muzikës, na kështu e quajmë, që zëvendëson në ushqytin, drejtuesi i orkestrës simfonisë me Dytela Pjetër Njemani, që po rrit talentat ri. Kemi një brez që nuk po e nalin asnjëherë interpretimin e instrumentit popullor siç është çiftelia, bilbili. Dhe me këtë rast përfitoj nga rastit për shnes të gjithë bashkëpunëtorët e mi të ansamblit popullor Puka, duke filluar nga ata që nuk jetojnë më e të gjithë ata që sot e përfaqësojnë dhe arrisin vlerat e ansamblit popullor Puka. Faleminderit. Ju jeni me pushime besoj tani. Unë këtu në Pukë jetoj, po kam vajzën në Amerikë, sot një javë udhtoj për Amerikë dhe do përfitoj nga rasti që atë të gjithë mysafirt e Qakorrit që është nga Shkodra, pronari i restorant Qakorrit në Bronx të New Yorkut, të takohemi edhe ndoshta aty të kalojmë edhe në një këngë, edhe shkodrane po edhe pukiane po edhe shqiptare që na ka marrë malli. Do të nxisin atje për një këngë me çifteli? Patjetër. Do t'ju bësh shefi? Patjetër. Edhe me çifteli dhe këngë rakiet. Edhe këngë rakiet. Se po kërra çiftelia, po se rakia. Po, a mund të improvizosh një këngë me raki, çfarë vargje shka të paktën qoftë në moment këtu. O jena mbledh, o me shoqëri, bashk me ta, po pim raki, e pse s'kem një qifteli. A rikëzuar gjithë dhe faleminderit, respekte.
Duke sikur bujtinat apo agroturizmet gjithnjë më tepër po tërhiqen vëmendjen e vizitorëve. Por nuk mjafton vetëm interesi i tyre në dukje nga ajo që shohin, klientëve u duhet shpjeguar vlera e produktit që marrin. Doja parë që shoh të bëshëm një pukjan, se përgjithsisht janë shumë të dobët sa theme vetë hanë në puk apo nuk hanë në puk. Kto e pastër, ushqimet e kena të mira, kena bio, edhe mundona për me plotësu dëshirët gjithë atyre që vinë këto. Kryesisht këto se vinë gjona me porosi, duke filluar te pula vendit, me qerish, me jufka edhe me pilaf. Kurse gjona tjera janë përditshme, mishderi, mishvishi, qofte pulat vogla, ose pula normale, gjitha asortimentet tjera, me domata, me kasarvesa, me tërshim, me djath vendit, jo djath blem, kështu, djath lovet, fusim edhe djath kashkavall, dhe librin ko njështë që librin, vendin e kena bio, nuk kena vend industriale, vend nga katonër, duke përshtu pijet alkoholike, se kena tonet kret, duke përshtu birrat ta pijet e amla, të janë industriale se janë kret. Gjitha tjera të kena tonë, edhe bukën e misë kena tonën, e shesin vetë. Po mirë, me çmimet si jeni këse juve? Me çmimet tash variojnë, më thënë drejtën e kemi çmimet, si kena çajta, fillën i gatu me një pul, ban 6.000 dhe 35.000 lek pul vendit. Pul vendet me bashkë me atë se vishin shumë lirë është, më thënë drejtën, po ky pronari e kalon, se na kena pas mashtë, ta kalon 35.000. Gjona tjera kena lirë kretë. Flasim me të vjetra, se na trëmbe tani. Me të vjetra? Ja, unë flas me prej... Dakor, unë flas prej gajam. Okej. Në kuzhinën shqiptare, cilin vend zë puka, të satë? Zotë me thënë drejtën, puka nuk ka lëvim, edhe nuk zënë kur farë lloj vendit në botë, me thënë drejtë zënë vendej, ka të gjona shumë mira, por kryesisht këtu i tërhek qetësia, ajri i pastër, edhe ushqimet e freskëta si mojnë. Por vendun nuk e di. E kam fjalën te kuzhina e pukës. Gati të pukës. Cilin vend zën në renditjen e kuzhinës shqiptare? Zotë na him me shokun e Shkodrës, kryesisht neve na merr shoku i Shkodrës për çdo gjë. Domethënë ju merr Shkodrat e vendi parë apo e meritoni vetë vendin e parë? Hym me Shkodrën, tash jena prefektura e Shkodrës, qarku i Shkodrës, prefektura e qarku një është, kurse në përgjithësi ata kur shkarku janë do të kënaqen në përgjithësi. Tash pyll pa dera s'ka. E kuptoj. Pra, ne mund të ham shëndetshëm në puk, por është klima që nuk na lë të shëndoshemi. Unë jam i vetmi person se kam thënë, nëse një grup se mbien këtu ose një familje gjanë, nëse ushqimin se kam gatu vetë, nëse aty u ka bën dëm, thënë ashtu. Unë në lazanatën e sulema. Ashtu, ka që prerje. Ka që prerje, kam qenë. Si kapitenët e anijeve, shkon bashkë me anijen ti. Unë e lanë nuk punim ma. Shkodranë kudo ku shkojnë me shpirtin e tyre alegu krijon një festë të mirëfillt. Këndojnë, kërcejnë dhe janë njerëz pa komplekse, aq sa befasojnë dhe punojnë si të subjekteve që i mirëpresin. Të vish në pukë dhe të mos bësh një ndalesë e hani për parim laçit, po kjo nuk duhet të ndodhë asnjëherë. Prandaj në planifikimet tuaja të vizitës në pukë, ky han patjetër duhet të përfshihet. Hani për parim laçit është një bujtim ku një familje e tërë e gjen të angazhuar. Shpesh familjarët, tejet mikpritës, kanë qenë vazhdimisht personazhe në transmetimet tona. Hani i përparimit afron pranë vetes, fal edhe bujarisë së tyre, mjaft miq, homolog edhe nga veriu i Shqipërisë, me cilët ndahen eksperiencat.
Këtu i gjen të gjitha, duke filluar nga mikpritja, ambienti ngrohtë familjar, gatime të mrekullueshme, pa haruar edhe mundësinë që sipër bujtinës të shijosh skimin apo dhe zipline. Mund të kalosh natën në dhomat e bujtinës kryesore të ngurtë apo të zgjedhësh njëra nga shtëpisat e vëna në dispozicion të vizitorëve. Ne kemi qenë edhe dëshmitar të rritjes së Leomirit, nipi të përparimit. Të gjithë nipat e mbesat mësojnë që në vogli të hershme me punën dhe duke u rritur e duke e dashur më shumë atë. Do muj vazhdojnë rritën kërkesat e restorantit. Po mi më tani në dimër ka punë hani, si thua ti, vin? Po, dimër, verë, është plot. A vin vizitor? Po, ka shumë vizitor. Nga shtetet e uja, Italia, Çekia, Polonia. E kuptoj, ka rënë borë këtë dimër apo jo? Ka rënë pak, po jo shumë si me shki. Sa më tha që do ketë borë, do provojmë skit, se këtu i keni akoma skit. Po, i kemi. Do me thëmë pora borë në puk të vrapojmë, të vim, të marrim skit. Po, vidim. Ku të bëjmë gjiro me ski? Ku bëni gjiro me ski? Kemi pistën e skive këtu sipër, që është për ski, për alpinizëm. A, mund të gjuajmë, të bëjmë dhe qitja atje? Po, kemi dhe me qitja. Pra ne shiko, edhe bëjmë ski? Edhe këtu të restoranti ku do na shërbesh ti? Po. Edhe pastaj? Gjumë këtu lartë, Po. Janë dhomat e mira? Po, me ngroje me gjitha i pinë. I ke mësu të gjitha tani të restorantit, po rrite shpejt më duket. Po. Si kalove një? Mirë. Si të duk puka? Mirë i do. Liqenit pëlqeu? Po, në shkuam të luinat. Sa klasë e ti? Në klasë të 4. Në klasë 4? Do t'jesh në zënë shumë i mirë ti. Zhivje fare, se të pash aty si i bëje llogarit. U thon shpesh me mamin apo? Me mamin po. Po nuk ishi moshatar të tu, po si ja bëre sot? Me kë qëndrove? Vjera djalin e dajs. Të dëgjoj, vjen ai gjithmonë kur i thua? Po. Se shoqëron gjithmonë? Po. Okej, jeni të lidhur jo, shoh që ka një diferencë moshe një herë. Çfarë moshe ke ti? 16. Ah, ti je në vitin e dytë. Po. Në vitin e dytë. Si të duket thimi në përgjithësi në Puk? Hera parë që vjen? Po. Ja plotson tekat këti? Po. Më dukesh pak i llastuar, ti je i llastuar apo jo? Pak, një çik. Por ja kur ke një djalë daj që do kishte zili ta kishte gjithkush. E shiko si ta bën qefin? Dhe me këtë qëndrim, të cilin e shijuam tej maset e hani përparim Laçit, ne do të rikthehemi në Shkodër pasi udhëtimin ton një ditor i erdhi fundi. Gjatë rrugës do të kemi mundësi të bëjmë plane të reja pasi fundjava tjetër nuk do të vonoj. Ky pra ishte materiali që ne kishim përgatitur në Puk. Besoj për ata që janë të interesuar të shkojnë në Puk, e vut të re që fale dhe pishave të shumta që ka Puka, ajo është e bukur edhe në dimër edhe kur nuk ka borë. Apo dhe kur lulet nuk kanë çelur ashtu siç i gjejmë në stinët e tjera të vitit, në pranverë edhe në verë. Është e bukur Puka, me atë ligjend të magjishëm, me atë qetësi, dashuri, mikpritje të banorëve, me çdo gjë që e formëson turizmin në Puk, duke përfshirë këtu dhe bujtina, të cilat kanë ecur mjaft mirë dhe që ftojnë shumë vizitorë që të shkojnë pranë tyre. Ne do të kalojmë në pjesën e dytë të emisionit, ku sjellim në vëmendjen tuaj udhime që i kemi realizuar pa kohë më përpara, por që dëshirojmë t'ua kujtojmë këto vende ju mirëpresin edhe tani në stinën e dimrit. Ndjekim materialin që kemi përgatitur. Nëse zgjohesh në këto ditë të ngrohta pranvere në Shëngjin, do përjetosh një relaks të vërtet. Qetësi, fllad i lehtë, rreze jo të nxehta dielli dhe një kafe që të shërbehet edhe afër bregut.
të duket se nuk do të lëvizësh prej aty nga kënaqësia edhe për një javë të tërë. Por qyteza nuk të ofron vetëm këtë kënaqësi. Disa biznese kanë nisur të bëhen gati për sezonin veror dhe të hapin subjektet e tyre. Le të japim disa të dhëna për vendin këtu. Shëngjini ndodhet rreth 7 kilometra në perëndim të Lezhës dhe ka një popullsi rreth 4000 banor. Ndodhet në skajin verior të një gjiri të madh, 7 kilometra larg kryeqytetit krahinor të Lezhës. Në jug të qytetit është zona lagunës së deltës së Drinit, e cila formon oazin naturalist të mbrojtur Kune Vajin. Këtu ka një port i hapur në vitin 2009 që lidh qytetin me barin. Ai është një vend me një panoramë të këndshme dhe një det të pastër, i rrethuar nga male jo shumë të larta, por me një shkëm të veçantë. E vitet e fundit qyteti ka pasur një evolucion të thellë, veçanërisht përmes zhvillimit të industrisë së ndërtimeve. Popullsia në Shëngjin duhet thënë që mban përgjithsisht të njëjta statistika. Mosha mbizotëruese është e përzierë, duke qenë se Shëngjini është një vend që zhvillohet çdo ditë dhe nevoja për të migruar ose emigruar është e pakët. Gjithashtu dhe shpërndarja gjeografike po bëhet e njëjtë me zhvillimin e infrastrukturave të nevojshme. Në ver, plazhi është i populluar nga shumë turistë të huaj dhe vendas, të shumt janë shqiptarët nga Kosova. Qyteti është akoma në zhvillim, së shpejti do të jetë një qendër shumë i rëndësishme si e veriut të Shqipërisë, ashtu edhe të gjithë vendit. Kjo për shkak të shumë faktorëve, pasi Shëngjini nuk ofron vetëm detin, por dhe malin, pamje të mrekullueshme, klimë të qëndrueshme dhe të shëndetshme. Teksa bëjmë një shëtitje në Shëngjin, na tërheq vëmendjen një ekspozit fotografie dhe pikture anash trotuarit. Ne po bëhemi gati të festojmë 30 vjetorin e kompanisë. Kemi bërë një ekspozit të gjitha objekteve që ndër këto 30 vite, ku vazhdojnë nga viti 1995 deri në vitet e sotme. Ja shpjegojmë gjithë teleshikuesve për cilën kompani bëhet fjalë. Po, bëhet një përshkrim të shkurtër. Për Unique Grupin, pjesë e Unique Grupit janë Unique Tourism, Unique Construction ndërtimi, bëhet fjalë për një zyrë projektimi Gold Construction dhe janë pjesë e Unique Grupit gjitha këto kompanitë. Si shikoni edhe ju, gjitha këto janë pjesë e proceseve të punës ndër vite. Kemi edhe ekspozitin e piktorëve, bëhet fjalë për 30 pikturat me piktorët më të mirë në Shqipëri. Ne jemi pjesë e shoqatës piktorëve më të mirë në Shqipëri. Kështu që pra keni bashkuar bashkë arkitekturën e thon ndryshe me artin. Po, kemi bashkuar bashkë, kemi të ftuar gjithë personalitete, artistë, miq, gjithë bashkëpunëtorët ta ndër vite, sot do jetë një mbrëmje shumë e bukur. Ju zgjodhët bashkë dhe thon ndryshe, afër të paktën kësaj feste për të çelur këtë lloj ekspozite, ndërkohë që pjesa më e madhe ndoshta shfrytëzojnë gushtin apo është një mirëseardhje për çeljen e sezonit. Po, në fakt është një mirëseardhje për çeljen e sezonit. Normalisht Koiçidon edhe në 19 prilli pothuajse edhe me festën e Pashkëve. Më lejoni që këtu ti uroj gjithë besimtarëve katolik gëzuar Pashkët, paqe, mbarësi dhe begati, paqen familjet e tyre. Mosha të reja gjithmonë ka kompania, se po shikojmë drejtori moshë e re, atje pak më sipër mosha të reja. Në fakt gjithmonë deda, administratori dhe pronari i kompanisë, gjithmonë ka promovuar moshët e reja. Unë bëj pothuajse 10 vite në kompani dhe gjithë kolegët e mi janë pothuajse sa mosha ime. Pothuajse aq vite sa ka kompania, jemi gjithë nivelit drejtuese që pothuajse janë sa moshat tona. Ja, pra të rinj që nuk kanë zgjedhur emigrimin, ti e ke gjetur veten në Shqipëri dhe planifikon apo e ke me më dyshe qëndrimin? Jo, e planifikoj që të jemi në Shqipëri, normalisht bëjmë më mirë për vendin ton, e kush më mirë se ne të rinjt mund ta bëjmë, kështu që duhet japim një mesazh të gjithë duhet të rrinë në vendin tonë ta bëjmë, sepse jemi ne ato që duhet ta bëjmë në Shqipëri. Këto godina që janë këtu i përkasin apo shoh Shkodër, Elbasan, pra në të gjithë Shqipërinë, Po, i përkas pothuajse në gjithë Shqipërinë, Drejtoria e Policisë në Shkodër, Fakulteti i Mjekësisë në Elbasan, Komuna Bushat, Qendra Multifunksionale në Korçë, është Pallati i Kulturës në Lezhë, pothuajse në gjithë Shqipërinë ne kemi ndërtimet tona. Në pozicionin e drejtorit, cila është godina më e vështirë që është realizuar? Të gjitha godinat të drejtën janë sa të bukura që të vështira, por është pasioni jonë që mban në këtë dhe normalisht edhe cilësia. Ne shohim që
bëjmë gjëra cilësore. Okej, unë po shikoj dhe drejtorinë e policisë në Shkodër që e kemi këtu. Drejtoria e policisë është goxha funksionale dhe shumë dinjitoze për qytetin e Shkodrës një godinë e tillë. Po, nuk është e vetmja, në fakt ne kemi pasur edhe ndërtime të tjera në Shkodër, por kjo mund të jetë godina më e bukur që mund kemi ndërtuar në gjithë Shqipërinë, vetëm Shkodër. Okej, po bëhet që vërtet. Në fakt, këto janë vetëm një pjesë e objekteve që ne kemi ndërtuar, sepse janë të shumta ndërtimet tona, qoftë në infrastrukturë, qoftë në fusha të ndryshme, në turizëm, ne kemi me dy resortet tona, Delfina Resort dhe Prince Adriatic Resort, që fokusohemi pothuajse gjatë sezonit verës tek resortet tona, që mbahemi që jemi lider në zonën e Shëngjinit për në pjesën e veriut. Po, kjo është ditëlindja e parë? Mbas 30 viteve apo? Jo, nuk është e para. Çdo vit, sepse po habitem tani Shkodër këtu, Elbasan atje zgjidhet Shëngjini për ta hapur. Çdo dekadë ne festojmë për vjetorët. Ne kemi festuar në 2015, po festojmë në 2025-ën. Kështu që ky është resorti jon dhe prandaj po e festojmë edhe. Okej. Ta promovojmë pak edhe turizmin, por normalisht edhe mburremi me ato që kemi krijuar vetë. Pra kemi bërë me duart tona dhe po e shijojmë sonte. Ishte vënë ideal edhe për 30 vjetorin. Ta kaloni gëzuar sa më gjatë subjektit tuaj. Faleminderit. Ne do të shkëputemi nga ekspozita dhe do të vijojmë më tej drejt Kunes. Laguna Kune Vajin, 8 km larg qytetit të Lezhës, është kthyer në një atraksion të përhershëm për turizmin e natyrës, vëzhgimit të shpendëve ujor, të historisë por edhe të kulinarisë së veçantë të zonës. Kompleksi ligatinor i Lezhës shtrihet në një sipërfaqe prej më shumë se 30 km2 dhe është një zonë e rëndësishme për shpendët migrues dhe veçanërisht e njohur gjatë viteve të fundit për koloninë e qafkës së verdhë dhe të vogël të bardhë. Për vlerat e natyrës që mbar, si edhe për biodiversitetin, kjo zonë është shpallur si hapësirë mbrojtur dhe ka marrë emërtimin rezervat natyror i menaxhuar. Në të vërtetë, Kune Vajin është zona e parë e mbrojtur në historinë e ruajtjes së natyrës në Shqipëri, pasi që prej vitit 1960 është shpallur rezervat gjuetie. Një vizitë në këtë zonë do ju bëj të mahniteni nga larmia e madhe e habitateve, si dhe nga një pasuri fantastike e faunës. Këto pra ishin sugjerimet tona, e kemi nisur emisionin sonte me një udhim drejt qytetit bukur të Pukës dhe shpresojmë që këto udhime të mos ndalen asnjëherë si për ne ashtu edhe për ju. Ne jemi frymëzimi dhe ju realisht i bëni këto udhime. Janë udhime pushosh shqiptarçe që kanë kosto relativisht jo të lartë, janë vende që ofrojnë një turizëm shumë të bukur, qoftë edhe një ditor, tek të cilat do të kënaqeni pamas. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni ditën e njëjtë në orën 15:30, ndërkohë ju lë në shoqërinë e programeve të këtij televizioni. Natën e mirë.